Në Galerinë Oda në qytetin e Shkodrës u çel ekspozita Qyteti që më rinë sy nga artistja Rozafa Shpuza, një prezantim që shkon përtej një ekspozite të zakonshme dhe vjen si një rrëfim i heshtur ndër vite. Portrete, autoportrete dhe lagje, rrugë e rrugica të kryeqendrës së Veriut, të cilat kanë shkruar histori, kanë ndërtuar ngjarje dhe identitet, janë fokusuar nga aparati artistes. Ajo i përshkruan këtë moment si një përjetim të veçantë, ku ndërthurën ndjenja malli, pasigurie dhe dashurie. Si bazë është cikli i qytetit. Janë çadrat, bicikletat, janë fëmijët, janë fshatarë që shesin atje në fush. Pra, ka copëza qytetit që të gjitha bashkë bajnë një mozaik që thëmë që është i larmishëm edhe sjell gjithë qytetin para syve. Punët e ekspozuara mbartin kujtime, përjetime dhe reflektime të akumuluara ndër vite. Po më qenë se ajo ndoshta ndjehet shumë e kontrollon mirë këtë territor, kishte ndoshta nevojë për një mendim tjetër, siç është ai një personi që ka pikturën në rënd të parë. Dhe në kjo qasje ndoshta mes fotografisë dhe një syri tjetër, një kanvështrimi tjetër, bani të mujtën këtë lloj kombinimi. Qyteti që më rinë sy vjen si një dëshmi e lidhjes së fortë mes artistes dhe qytetit të saj. Një rrugëtim emocional që tashmë ndahet edhe me publikun në një formë më të hapur dhe të sinqertë.